podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeluje Agencija za audiovizualne medijske usluge. Programi që vijon është mbështetur nga mjetet e fondit për nxitjen e pluralizmit dhe larmisë së medjave, i cili shpërndahet nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audiovizive. Arriti edhe një shtunë e re dhe një emision i ri nga unë dhe Xixi. Tani ne do të shohim përmes ftesës se me cilën fëmijë do të shoqërohemi ne sot në studio. Ndjekim. Dashur mësuese Linda, kemi dëshirë të ftojmë nxënësit e klasës së parë dhe të tretë të shkollës fillore Marko Nocullović në Shtoj, të jenë pjesë e emisionit ton për fëmijë Xixiland. Me padurim ju presim në studion e emisionit ton, me dashuri dhe respekt, Rumejsa dhe Xixi. U rikëthyem në studio me këto fëmijë të bukur që në ka ardhur sot mysafir në studion ton të emisionit Xixiland dhe ne tani do fillojmë me prezentimin e tyre. Fillojmë me këtë vajzën këto të bukur, si që është? Unë quhem Matilda Gjokaj. Qa ke përgatitur të sot për ne? Unë kam bërë Xixin dhe pemt, flutrat, zoq dhe barin edhe diellin. A ki parti njëherë që në televizor emisionin Xixiland? Po. Sot, në fund, do të shoqërohemi edhe ne me Xixin, po a ki përgatitur ndje edhe ndonjë vjersh? Po. Mund të në qush në këmbë dhe të thuash vjershen. Klasa 3, mirë se na jetë në klasë të 3, thëni si jeni të vërtet. Ne tashme kemi ca di, mësuam edhe të lexojmë, i shkruam bukur dhe shkronjat. Aventura tashme e re, këndoj dëgjoj edhe luaj, unë në shkollë do të shkoj. Po, dhe mos të harroj të cek që në anën në majtë time është klasa 3, kurse në anën në djatë është klasa 1. Vazhdo me shokën. Si që është? Unë quhem Artjel Demira, jam në klasë të 3, shkolla fillore Marko Nocullović Shtoj. Bravo, shumë mirë, që ke përgatitur që sot për ne? Unë i kam vizatu disa pemë, rrugën, qiellin dhe diellin. Shumë mirë, cila është stina jote e preferuar? Stina jeme e preferuar është dimri. Dimri, të pëlqen bora? Po. A ki përgatitur edhe ndonjë vjersh të sot? Po. Mund të çush në këmbë dhe ta thosh vjershen? Përtat, si një njeri përtat, s'punon të as pak, puna më e vogël i bëhej farmak. Njerë s'kish ushqim, buk s'jep një tjetër, shkoj pra në fush të një dardha vjetër. Dardha kishte kokra të mdha, gërcak të ëmbja sheqer, pjekura për merak. Po përtat si ishte njeri për që di, përtoj t'i shkunde në hije ushtri. Hoqi dhe kapeljen pran vetës e la, bini këtu brenda, ojo dardha tha, priste kokra dardha nga degët e soja, ko një dardha madhe u shkëput nga maja, dhe përtatësi tonë në hundira, thiri fort përtatësi o bobo qata. Shumë mirë, ishte vjershe gjatë, a të shdashur kohë për ta mësuar? Ja. Ke mësuar shpejt? Po. Bravo, shumë mirë, vazhdo me shoqen. Si që është? Unë quhem Fiona Zagović, jam në klasë të 3, shkolla fillore Marko Nocullović Shtoj. Bravo, qa ke përgatitur sot për ne? Unë kam përgatitur stinën e vjeshtës, shtëpinë time, karikat dhe tavolina, unë me vëllaun tim dhe dy shoqet. Shumë mirë, a ke përgatitur ti edhe ndonjë vjersh? Po. Shumë mirë, mund të quash në këmbë dhe të thuash vjershen?
Era e vjeshtës, gjethet e vjeshtës era në tokë pilëshon, sa kesh më vjen jeta për të pëmbaron. Dorin ca orë të këputura mbi trotuar, në darkë janë të koshi për të ushtë një varë, edhe në shtoj gjethet pëthuaj së ranë. Janë më mirë se fundin e kanë aty pranë, bie nga dega me pemen që rriti dorin u shenjë, jetët të tira për gjethet që do të vinë. Era më përgledhi këtë veprim po e bën, nuk po le gjot nga vendi në vend. Thot se kështu fri edhe në pranë vera të herë, pse pas kanë faljen në këtë herë. Thot kështu të verë dhe ju bëri vera, nga këto anë tani ka filluar të kaloj. Ju gjeta të zhëritëra prandaj pyrëzoj, aty në tokë bashkë pjorgumbëlloj. Që më trazuan tani këto gjethë, ndolla për vjeshtin që më frymzon. Këje gjithmonë më ka ma gjipë, se më duke se për mua jeta sot po fillon. Bravo, shumë mirë, pa të pëlqen të stina vjeshtës? Vjeshtës? Shumë mirë. A cila ngjyra jote e preferuar? Ngjyra ime e preferuar është e kuqja. Shumë mirë. Vazhdo me dhe tanë më anën tjetër. Filloj me këtë vajzën të. Se e ki emrin të? Amina Penga. Qa ke përgatitur ti sot për ne? Unë kam përgatitur një shtëpi edhe një pemë, do barë, edhe lullet, edhe vetën tem, edhe vllajnë. Shumë mirë, tregoja pak punimin të kamera. Se e ke vizatuar shumë bukur. Bravo, a ke përgatitur ti ndonjë vjersh? Po. Mund të quash këmbë o të thuash vjershen? Hapa do lapa, kushën vrapa, së më zëri vapa, kurikun e njët e fikut, hujep të huj. Shumë mirë, ke qefti të luash? Po. Shumë mirë, vazhdo me shoqen. Si që është? Asja Berisha. Shumë mirë, qa ke përgatitur ti Asja për ne? Këtë kom përgatit lullet, pemet, kësel kuqen, shpinë e gjyshës, lumin, edhe diellin edhe malet. Bravo, a të pëlqen të ma shumë të luash në natyrë apo në shtëpi? Në natyrë. Shumë mirë, cila është loja jote e preferuar? Loja ime është e preferuar. Ke qef të luash me to? Po. Bravo, mund të quash në këmbë, a ke ndonjë vjersh? Po. Mund ta thuash. Lumi, ja bën lumi, bo, se zë gjumi, shkon e det për t'u la, s'ka për qirë për t'u tharë. Shumë mirë, vazhdo me shoqen. Si që është? Samra Dallović. Bravo, shumë mirë, Samra, qa ke përgatitur ti sot për ne? Një lule o një barë. Cila ngjyrë e luleve të pëlqen ty më shumë? Vjollc. A është ngjyra jote e preferuar ngjyra vjollc? Po. Bravo, shumë mirë, a ke përgatitur ti ndonjë vjersh? Po. Bravo, mund të quash në këmbë dhe ta thuash vjershën. Vjestart, as me thua qarë dhurat e t'kese mua, vjesta qis e me thot, ti t'kam sjell dhurat a blat, hapi duat vogëlës, për t'me fruta do t'i mbos, më vdash të erës. Shumë mirë, është edhe stina jote e preferuar vjeshta? Po. Bravo, vazhdo me shoqen. Si quhesh? Leonita Demiri. Shumë mirë, qa ke përgatitur ti sot për ne? Familjet. Bravo, tregoja pak punimin të kamera. Shumë bukur. A të pëlqen të më shku në shkollë? Po. Cila është landa jote e preferuar? A të pëlqen ma shumë matematika, gjuha shqipe, anglishtja, qa të pëlqen ma shumë? Anglishtja. Bravo, a ke përgatitur ndonjë vjersh sot për ne? Po. Quju në këmbë dhe thuja vjershen. Abetore, shumë të dua, ma të shkërën e të tua, dora ime, o mesua, menja ime, o ndryqua, ka mesuar të ligjoj, shkruaj e bukur, recitoj, edhe pindro, falë, plugëzim sa një mal. Shumë bukur, bravo. Ne këtu i pam shumë punime të bukura dhe shumë vjersha të bukura të recituar nga këto fëmijë të mrekullueshëm. Tani këto punime do t'i nxjesim në muret e emisionit ton, që edhe Xhexhi kur të vit i shoh këto punime sa bukur i keni bërë.
Çka është gëzimi? Më fishëm, më gëzhut, më zu. Gëzimi është si qeshna. Mu qesh. Gëzimi është me bagja në bukra. Mu qesh. Gëzimi është mu qesh. Gëzimi është ashtu. Më gëzu. E gëzimi e bëm lumë. E lumë edhe me gëzoheni edhe përshefoheni. Ishtë mu qesh. Më zu. Gëzimi më qesh. Më gëzu. Gëzimi është më shku gjithkej mu qesh, mu gëzu tajnë. Mu qesh? Unë e kësoa si Blendi Jaroqe. Çka është natyra? Natyra është kur bin gjefat. Si bin gjefat. Pemët, mani, tjewit. Natyra është pemt, malet. Natyra është se bin gjest. Në për male. Malet, pemt. Pëllit gjeft. Bari djeli. Natyra është qili. Mare. Natyra është kur është vjesht. Qili, bari, degat, maji. Natyra është pema, bari, kur bin qeset. Natyra është pema, gjefi e vedeti. Natyra është fesa, natyra nale. Po çfarë ngjyre ka natyra kur bin gjethet? Verdh. Jo hajqynat, verdh. Verdh. Çka është dimri? Serajnë gjefat. Dimri është toft. E barë. Dimri është kur bjen borë. Dimri kur anë borë. Dimri është me borë. Pa gjef, degat pa gjef, nuk ka frutën deg. Dimri është kur bjen borë. Kur bjen shi. Dimri kur është borë e toft. Dimri është bora. Toft. Dimri është kur bjen borë rëshosin. Dimri se kur bëhet toft. Ishtë toft. Kur bjen borë. Dimri është i toft edhe është gjurë të bardh. Ishtë toft. Dimri se borë në të ra post. Si veshën e nëndimër? Veshën dorezat. Si bahet natyra në dimër? Ftoft. Çka është çokolata? E keqe se ti bresh vëmt. Se i vëm vëmt. Me hangër. Çokolada amelcin. Çokolada është më hangër. Është ëmbëlsirë edhe në prishën vëmt. Çokolada se e prishën dram. Çokolada është amelcina. Çokolada është amelcin e qorta vëmt. E keqe. Çokolada i presh vëmt. Çokolada është ëmbëlsira. Çokolada është bonbon. Çokolada është ëmbëlsin. Çokolada ko shumë ëmbëlsira është e keqe se ti pish vonë. Ëmbëlsin. Çokolada është ëmbëlsira. Muret me qartë vamen. A janë çokolata Zara? Ja. Ja. Pak e hoj. Ja. Jo. Ja. Ja. Jo. Pse? Pse?
se janë ambëlsia keqe se të prishën vëmve. Nuk janë të mira. Çokolada nuk bën mi hangër se të prish llampë. Të prish llampë. Jo, prishën llampë. Sot në Xixeland do të njihemi me një profesion plot energji, ritëm dhe frymë pozitive, trajnerin e fitnessit dhe të zumbës. Ky profesion nuk ka të bëjë vetëm me trupin, por edhe me shpirtin, me mënyrën si ndjehemi dhe si e përballojmë përditshmërinë. Trajneri i fitnessit është ai person që na udhëzon për të pasur një trup të shëndetshëm, për të ushtruar në mënyrën e duhur dhe për të ndërtuar vetbesimin tonë. Ai nuk është thjesht një udhëheqës në palestër, por edhe një motivues, një mik që na ndihmon të arrijmë synimet tona personale. Ndërsa trajneri i zumbës sjell një shpërthim emocionesh dhe argëtimi përmes lëvizjeve dhe muzikës. Zumba është kombinim perfekt midis sportit dhe vallëzimit, një mënyrë për të bërë aktivitet fizik pa e ndjer lodhjen, duke buzëqeshur dhe duke u kënaqur me ritmet latino e moderne. Në këtë profesion kërkohet energjia, pasioni dhe komunikimi me njerëzit. Trajneri duhet të di të motivoj, të përshtatet me çdo grup mosh dhe të krijojë një atmosferë pozitive në çdo seancë. Pra, të jesh trajner fitnessi apo zumb do të thotë të ndihmosh njerëzit të ndihen më mirë, me trupin, me mendjen dhe me shpirtin. Mbërritëm edhe në rubrikën profesioni jem, në një rubrikë ku të gjithë ne njoftohemi me profesionet të reja dhe fëmijët mund të shfaqin kuriozitetet të tyre ndaj atij profesioni. Sot me ne në studio kemi një trajnere fitnessi ose zumba që është Vera Makovic. Faleminderit që keni pranuar ftesën dhe që jeni sot me ne në studio. Përshëndetje për të gjithë juve që ndjekni emisionin e TV të Utës. Një përshëndetje shumë të veçantë edhe për juve, ekipi TV të Utës që më keni ftuar në këtë emision. Faleminderit shumë, me shumë kënaqësi të jem sot me ju në këtë emision. Faleminderit edhe ju që keni pranuar. Tani do fillojmë me pyetjet e fëmijës. Cila është pyetja jote? Kur ke qenë e vogël, si sport ka pëlqyer? Kështu, shumë pyetje e bukur. Kur isha e vogël, me ka pëlqyer, domethënë, me lëviz. Çka më ka pëlqyer mas teprit është sporti, çka kam zgjedhur unë është vallëzimi. Domethënë, kur unë isha e vogël, unë kisha shumë dëshirë me kërcy, me vallëzu. Edhe muzika shumë e pëlqente, edhe sa ndishe në një këngë të bukur, unë me njëherë filloshe me vallëzu. Shumë mirë, vërtet më shoqjan. Cila është pyetja jote? Kur je kanë e vogël, çka ke pas qef më bë? Çka kam pas qef me bë, domethënë me vallëzu, mas shumë tit me vallëzu. Kam pas qef edhe muzikën, kur isha e vogël shkojsha edhe në shkollën e muzikës, por gjithashtu shkojsha edhe në shkolla tjera për vallëzim. Edhe, domethënë, që në fëmijërinë e ime, unë I kam zhvillu talentet e mia, edhe këto talente unë mundem me I përdor tash edhe në profesionin tim. Bravo, a ju pëlqen juve me vallëzu e kështu? Po. Vërdo me shoqen. Cila ka qenë pyetja jote? Kur ke qenë e vogël, ka pëlqyer sporti? Po, kur isha e vogël, sporti me ka pëlqyer. Unë kam pas qef shumë me dal jashtë, me lujt me shoke, me shoqe. Edhe juve ishte dash me ju pëlqy. Dhe me thanë, me shku, me lujt me shoke, me shoqe, me vrapu. Ju duheni bela me këqyr, do një sport. Çka kishe pas qef ju me ba, çka kishe pas qef ju me zgjedh, cilin sport? Me mendu, bela dikush ka qef bela futbolin, bela dikush ka qef basketbolin, bela dikush ka qef me shku në boks, ose në karate, ose dikush bela, ju vajzët bela kishe pas qef me zgjedh edhe vallëzimin, diçka që kam zgjedhur edhe unë. Shumë mirë, ju pëlqen juve? Vërdo me shoqen. Çka ki pas qef të mi pyet trajneran?
Kry një shkollë trajnere. Po, unë kam kry një kurs, dhe më thonë që mu ba trajnere, fitness trajnere, duhet me kry një kurs. Në këtë kurs, unë shumë kam mësuar për trupin, për lëvizjet, dhe më thonë si me kombinu ushtrimet me muziken, si me mbajt një orë plot me energji, plot me busjeshe edhe në cilën mënyrë unë me i motivu personat me ardhë sa ma tepër edhe me ushtru edhe me ba diçka të mirë për shëndetin e vetë. Çfarë të ndryshimi emocional shihni tek njerëzit pasi që filloj me ushtru? Kështu, shihen ndrimet të ndryshme. Dhe më thanë, njerëzit që vinë që ushtrojnë rregullisht, gjithsesi, janë shumë atë lumtur, flejnë ma mirë, hajnë ma mirë, redukohet stresi në një nivel minimal. Personat janë shumë atë qeta, shumë atë dashtuna me njëri tjetrin. Tjere, dhe më thanë, shumë benefitet janë shumë të mëdhaja. Faleminderit. Mund është me orna mikrofonin, më vazhdu më shoqen. A mund të hajmë çokolada para se me bo ushtrime? Kjo pyetje është shumë interesante. Dhe më thonë, nëse na ushtrojmë rregullisht, edhe nëse na hajmë ushqimet e shëndetshme, nëse na hajmë shumë fruta, shumë perime, nëse shkojmë rregullisht ushtrojmë, edhe mas ushtrimit gjithsesi ban me hangër një copë çokoladë, dhe më thonë, krejt në një nivel, në një mënyrë normale, dhe më thonë, kur gja mas me të pru. Shumë mirë, vazhdo me shokon, cila është pyetja jote? Sa herë në javë duhet të ushtrohemi? Na duhemi të ushtrojmë se paktën 3 herë në javë. Po e marrë parasysh çfarë ushtrime të bajmë ose çfarë aktiviteti na zgjedhim. Gjithse kush duhet me lëviz çdo ditë. Çdo ditë ka pak, domethënë trupi jon ka nevojë për lëvizje. A lëvizni jo kështu, a luni? Bravo, vazhdo me shoqen. Pse është mirë të bëjmë ushtrime? Kështu, si thashë edhe më parë, benefitet janë shumë të mëdha. Na jemi shumë më të lumtur, flejmë më mirë, hajmë më mirë, jemi më të mirë me njëri tjetrin. Kemi shumë më tepër energji, mësojmë më mirë. Dhe me thanë, gjdo ditë kemi shumë më tepër energji me i kry tana obligimet e ditës sa më mirë. A mund të fillojnë të ushtrojnë në fitness edhe fëmijët në moshë të re? Po, dhe me thanë, ka edhe fitnessi, ka kështu programe për fëmi, Fit Kids ose Zumba Kids, edhe Zumba njësoj ka programe për fëmi që janë të përshtatura për fëmi, është të përshtatura edhe muzika për të, edhe lëvizjet gjithsesi janë të përshtatura për fëmijë, për moshën e tyre. Faleminderit për zellësinë e fund, a keni ndonjë këshill për fëmijët? Këshill për fëmijët kam lëvizni sa më tepër, kërceni, edhe luni, edhe buzëqeshni çdo ditë. Faleminderit, shumë një këshill dhe një mesazh shumë i bukur. Dhe ne tani shikues të dashur, pas kësaj bisede shumë frymëzuese, vazhdojmë edhe me rubrikat e radhës. Me lajme plot dhe ngjyra si ylber. Për Xixin kemi me ju tregu shumë informata dhe ndonjë shell. Në Ulqin ra shumë shi, për këtë Xixi qëndroi në shtëpi. Ai aty qëndroi dhe nga dritarja shiun e shikoi. Të dielën e kaluar, qyteti i Ulqinit u përball me rreshje të mëdha të shiut, të cilat sollën përmbytje në disa lagje të qytetit. Rrugët u mbushën me ujë, ndërsa ekipet emergjente punuan gjatë gjithë ditës për të ndihmuar banorët dhe për të parandaluar dëmet më të mëdha.
Në mesin e atyre që u prekën emocionalisht nga kjo situatë ishte edhe Xixi, i cili është gjithmonë plot energji dhe dëshirë për lojë. Si çdo të diele, ne mezi presim të dilte jashtë për të luajtur me shokët dhe shoqet e tij, por kësaj here moti i keq i aprishi planat. U mërzita shumë, sepse e diela është dita ime e preferuar për plot lojë e shëtitje, tha i me buzëqeshje të lehtë. Por pavarësisht zhgënjimit, Xixi vendosi të shfrytëzoj ditën në mënyrë pozitive. Ai qëndroi në shtëpi duke ndjekur me vëmendje televizionin lokal TV Tauta, ku transmeroheshin pamja nga përmbytjet dhe gjendjat e qytetarëve. Me shqetësim, ai ndiqja çdo lajm, duke shpresuar që ujërat të mos hynin në shtëpinë e shokëve të tij. Fatmirësisht, situata filloi të qetësohej në mbrëmje, ndërsa shiu ra me intensitet më të ulët. Xixi u ndje i lehtësuar dhe shprehu mirënjohje që askush nga miqtë e tij nuk kishte pësuar dëm. Ndërkohë, ai vendosi të shfrytëzoj këtë ditë të mbyllur në shtëpi për të ushtruar dhe për të mbajtur veten në formë, pasi detyrat shkollore i kishte përfunduar të shtunen. Edhe pse nuk dola jashtë, sërish bëra diçka të dobishme për veten time, shtoi ai me optimizëm. Kështu, ndërsa rreshjat e dëndësuara shkaktuan pengesa për shumë banor, historia e vogël e Xixit tregon se edhe në ditët më të zymta mund të gjendet një mënyrë për të qenë aktiv, i informuar dhe pozitiv. Një ambasadore shkollën e vizitoi. Xixi nga habia vetëm e shikoi. Ndjekim lajmin. Kësaj hera nuk do t'ju sjell lajmin vetëm për Xixin, por edhe për shokët dhe shoqet e tij. Një ngjarje e veçantë ndodhi në këtë javë në Ulqen, ku një ambasadore vizitoi shkollat fillore Boshko Strugar dhe Marshall Tito. Qëllimi i vizitës ishte dhurimi i librave për nxënësit e këtyre shkollave, me synimin që fëmijët të kenë më shumë mundësi për lexim dhe të zhvillojnë dashuri ndaj librit. Atmosfera në shkollë ishte plot gëzim, ngjyra dhe emocione. Nxënësit e pritën ambasadoren me entuziazëm, ndërsa disa prej tyre përgatitën edhe një surprizë të veçantë për ta falenderuar për vizitën dhe dhuratat. Disa fëmijë recituan poezi të bukura. Gjuha jon, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e glir, sa e bukur, sa e vlerë. Në çdo faqe një dritare, po me qelti për çdo ditë një gëzim e dritë. Ore, oj fletore, ca me vija, ca katrore, do t'ju shkryj me vija të lira, do t'ju mbush me nota të mira. Adheu. Jashtë në dritare, brenda në shtëpi. Në çdo anë lule, lule jam unë, lule je ti. Lule është adheu edhe çdo fëmijë. Çdo fest veshem me gaz, me bluzë të kuqe, mami më thot, fytyrë e qeshur, ti me je si lule kuqe. Në Ulqen javën që vjen dielli do të fshihet dhe do të dalë përsëri në skenë. Ndjekim lajmin. Sipas parashikimeve të motit, java e ardhshme në Ulqen do të jetë plot ndryshime. Pas disa ditësh me diell dhe ngrohtësi të vjeshtës, dielli do të fshihet për pak kohë, duke ia lënë vendin rreve dhe rreshjeve të lehta të shiut. Në fillim të javës pritet mot me vrarësirë dhe erë të lehtë nga jugu, ndërsa temperaturat do të jenë pak më të ulëta se zakonisht për këtë periudhë. Megjithatë, banorët e Ulqenit nuk duan të shqetësohen shumë, sepse siç thot paralajmërimi ynë meteorologjik, dielli do të fshihet, por do të dalë përsëri në skenë. Në fund të javës pritet kthjellimi i motit dhe rikthimi i rrezeve të ngrohta të diellit, të cilët do t'i japin qytetit një ndjesi të këndshme pas ditëve me shi. Prandaj, ulqinakët këshillohen të mbajnë çadrat gati në fillim të javës, por mos të harrojnë edhe syzet e diellit për fundjavë. Kaq nga Ulinara sot për ju.
Shifemi javës tjetër përsëri këtu. Mirupafshim! Tani vazhdojmë me cilën rubrikë vazhdojmë tash? Xizi ka bën dhe Xizi mëson. Shohim gabimet e Xizit dhe rikthehemi. E pam gabimin e Xixit, këto gabime që i bën Xixi edhe neve na ndodhin, por Xixi njësoj i përmirëson. Tani çka ka bërë Xixi në videon e parë? Xixi në videon e parë ka gabuar se ka lënë frigoriferin qelë. Në pjesën e dytë ka përmirësu gabimin. Bravo, është mirë mi lanë frigoriferin qelë? Jo. Shumë mirë, a leni ju dhe njerë frigoriferin qelë? Jo. Bravo. Ma në mikrofonin. Tash vazhdojmë me vajzën këto. Çka ke kuptu ti? Çka ka gabu Xixi? Xixi ka gabu se ka lënë frigoriferin hapun. Po, ma vonë çka ka bërë? Ma vonë ka përmirësu gabimin. Shumë mirë, ka mbyll frigoriferin, po pse s'bën mu lanë frigoriferi hapun? Sepse... A prishën gjëra në brenda? Po. Bravo, shumë mirë. Tani ne do vazhdojmë me videon e dytë dhe komentojmë pjesa tjetër. Xixi ka piu e ka lënë shishën atë të ulsja, tani Xixi ka shku, ka pi krejt ujin edhe ka dyt në smeqe. Shumë mirë, po pse s'bën mi lanë atë? Se... Ndotet natyra, po? Po. A ish mirë mu ndot natyra? Ja. Bravo, vazhdoj me shoqen. Qa ki kuptu ti, qa ka bë Xixi? Xixi shishën ka pi ujë, ka hill atë. Një herë në ka lënë toka, po? Po. A bën ashtu? A i është gabim? Po. Ma vonë që ka bë? Ma vonë ka përmirësu dhe ka hill në smeqe. Shumë mirë, vazhdo me shoqen. E ti që ki kuptu? Që ka bë Xixi? Ka pi ujë, ka lënë atë në tokë shishën, se ka pi. Mesë në kartë, e ka pi ujë prep, e ka jenë në smeqe. Shumë mirë, bravo, ju i kuptoni gabimet, por ne tani kemi mbërritur edhe në rubrikën Mësojmë Anglesht, ku këto dy video do t'i komentojmë edhe në gjuhën angleze. Mikrofonin, edhe tani ti e komenton videon e parë, kurse shoqja komenton videon e dytë. Qa ka bërë Xixi në videon e parë?
What did Zizi do on the first video? Didn't close the fridge. Bravo. And in the second part of the video, what did he do? Did he close it or not? Yes. Bravo. Vazhdojmë shoqen. And what did Zizi do on the second video? He did it the first at the water. Okay, he didn't throw the water on the trash, and that was a mistake because we cannot leave it just there because the nature gets dirty. And in the second part of the video, he threw it on the trash. Bravo! Të gjithë fëmijët, edhe ju e dini shumë mirë gjuhën angleze, kështu që ne po vazhdojmë me rubrikat e radhës. Ndërritme dhe në rubrikën e prallës, që mua kjo rubrikë me pëlqen shumë. A ju ke pëlqen juve prallat? Po. Bravo. A keni ndëgjuar ndonjëherë prallën Këpucari dhe Xhuxhet? Po. Okej, nëse keni ndëgjuar dhe nëse nuk e keni ndëgjuar, unë do të lexoj sot për ju dhe pastaj do të përgjigjemi disa pyetjeve. Këpucari dhe Xhuxhet. Një herë e një kohë ishte një këpucar i cili jo për fajin e tij ishte varfëruar aq shumë sa që i kishte mbetur vetëm një copë lëkurë për të bërë vetëm një palë këpuc. E preu lëkurën një natë me qëllim që ti qepte dhe ti mbaronte të nesërmen këpucët. Dhe me që e kishte ndërgjegjen e pastër, u shtri i qetë dhe e zuri gjumi. Në mëngjes, kur u bë gati të fillonte punën, e gjeti gjithçka plotësisht të përfunduar mbi tryezë. Burri i habitur, duke mos ditur se çfarë të mendonte, mori këpucët dhe i kqyri. Ishin të përfunduara në çdo detaj. Nuk kishte asgjë për të qortuar. Ishte një vepër e vërtet arti. Disa çaste më vonë, hyri një blerës dhe aq shumë i pëlqeu këpucët, sa pagoj më shumë se zakonisht. Para me të cilat këpucari mund t'i blinte lëkurë për të bërë të dy palë të tjera. I preu një buzë mbrëmje dhe i bëri gati për t'i përfunduar ditën e nesërme. Por nuk ishte e nevojshme, sepse u ngrit, këpucët i kishin të përfunduara. As këtë herë nuk munguan klientët që dhanë aq shumë para sa të blerë lëkurë për 4 palë. Të nesërme në mëngjes, të 4 palët ishin gati dhe që atëherë gjithçka që e dinte të prerë natën e gjente të qepur kur ngrihej. Kështu, këpucari shumë shpejt siguroi të ardhurat të mira, derisa mund të quante veten pothuajse të kamur. Por, një natë, para kërshëndellave, këpucari i cili e kishte prerë lëkurën për disa palë këpucësh prej ditën e nesërme, i tha së shoqes: "Si mendon, a qëndrojmë zgjuar sonte për të parë se kush është ai që na ndihmon?" Gruas i u duk një ide shumë e mirë. La një qëri të ndezur dhe të dy u futën në qoshk. Kur ora ra 12, u shfaqën 2 xhuxh të këndshëm që ishin lakuric. U ulën në tryezën e këpucarit dhe filluan të godisnin, qefnin dhe kushdonin me aq shpejtësi dhe lehtësi me gishtet e tyre të vegjël, sa që këpucari mendonte se ishte duke ndrruar. Xhuxhet nuk u ndalën, derisa gjithçka përfundoi. Më pas u zhdukën me shpejtësi. Tër nesërmen në mëngjes, gruaja tha: "Këta xhuxha na kanë bërë të kamur dhe ne duhet t'u tregojmë mirënjohjen tonë. Duhet të kenë shumë ftoftë duke qenë se janë pa rroba. E di se çfarë ka menduar? Secili prej tyre do t'i qep nga një këmish të vogël, një xhaketë, një jalak dhe pantallona dhe gjithashtu do t'u thurë nga një palë çorape. Ndërsa ti do t'u bësh nga një palë këpuc." Burri u përgjigj
se i duke një ide shumë e mirë. Vendosën që gjithçka që kishin bërë mbi trojes dhe u fshehen për të parë se si do të prisnin dhurata xhuxhët. Në mesnat, ata erdhën dhe u përgatitën për të filluar me një detyrim të ri, por në vend të lëkurës së prerë gjetën rrobat e bukura. Në fillim u habitën, por më pas u lumturuan shumë. U veshën me njëherë dhe nisën të kërcenin duke thënë: "A nuk jemi tashmë dy djalmoshat të pashëm dhe elegant? Përse të vazhdojmë të punojmë si kupucar?" U hodhen dhe kërcyen mbi trojezën e punës së kupucarit, derisa më në fund pa ndërprerje. Gëzimin e tyre u zhduk nga dera. Xhuxhët nuk u kthyen më në punishtimin e kupucarit dhe ai nuk pati më kur të lashe. Kupucari dhe gruaja e tij ishin shumë të lumtur dhe patën sukses në gjithë çka që morën përsipër. A ju ka pëlqyer juve pralla? Po. Fal? Shumë mirë, a i keni kuptuar? Bravo, tani unë du t'ju ves disa pyetje. Çka bënte ai burri që kam folun? Çka ishte ai? Ç'a ishte profesioni i tij? Ishte këpucar, bravo, shumë mirë. Po çfarë donte të shikonte ai? Se nuk ishte lëkur për të bëje këpuce. Po, ai bënte dhe kur i la për t'i bërë për mëngjes, çfarë i gjeti? I ka një gjumë gjatë në shtëpet. Bravo, po ai i gjeti gati. Dhe ai ç'a bëri një natë me gruan e tij? Ka nejt një natën qutë me pa kush po banë. Bravo, dhe çfarë gjetën ata, kush ja ka bërë? Gjugja. Bravo, po çfarë ideje kishte ajo gruaja? Çfarë dëshironte të bënte? Ka dashur i shpërble. Bravo, shumë mirë, domethënë ka dashur i shpërbly xhuxhat. Dhe me çfarë shpërblej xhuxhat? Me rroba. Me rroba. Po pastaj çfarë bën xhuxhat kur i morën rrobat? Kërcyen, shumë mirë. Dhe pastaj ai ka ardhur me këpucarit? Jo, shumë mirë. Tani, ne e bëmë edhe prallën dhe erdhi pjesa më e bukur e misionin, ku ne do të çohemi në këmbë dhe ta presim një musafir. Momenti i shumë pritur, thrasim Xhixhin me fjalën magjike: "Xhixhi të lutem, Xhixhi të lutem, Xhixhi të lutem." Pritni se po vjen Xhixhi. Hajde Xhixhi, hajde. Përshëndetje Dhe këtu ne kënaqem me Xhixhin dhe tani ne do ju kthemi mirupafshim dhe të vazhdojmë të shoqërohemi me Xhixhin. Mirupafshim! Mirupafshim! Program podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeluje Agencija za audiovizualne medijske usluge. Ky program është mbështetur nga mjetet e Fondit për nxitjen e pluralizmit dhe lëndëmisë së medjave, i cili shpërndahet nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audiovizive.